Pas disa ditësh me motë të ngrohtë dhe temperatura mbi mesatarin e stinës, prej mbrëmjes së hënës, moti në qarkun e Kukësit ka pësuar një ndryshim të menjëhershëm. Temperaturat kanë shënuar rënje të ndjeshme, ndërsa rreshtet e shiut të shëruar me era të forta kanë përfshirë pjesë më të madhe të territorit. Sipas informacioneve nga strukturat e emergjencave civile, në disa fshatra të njësive administrative, Zapot, Topojan dhe Shtravec, janë shënuar ndërprerje të përkohshme të energjisë elektrike si pasojë e erave të forta dhe dëmtimeve në linjat e tensionit. Ekipet e OSHE-s kanë punuar gjatë gjithë ditës për riparimin e defekteve dhe deri në mbrëmje, furnizimi me energji është rikthyer pothuajse në të gjitha zonat e prekura. Ndërkohë, akset rrugore nacionale në qark janë të qarkullueshme normalisht. Në disa segmente malore janë regjistruar rënje gurësh dhe inerte për shkak të lagështisë dhe erave, por kompanitë kontraktore të mirëmbajtjes janë në terren dhe po punojnë për pastrimin e tyre për të shmangur çdo pengesë në qarkullim. Nga bashkitë Kukës, Tropoj dhe Has nuk raportohen problematika emergjente apo dëmtime në banesa. Strukturat vendorore të mbrojtjes civile janë në gatishmëri duke ndjekur situatën meteorologjike, e cila sipas parashikimeve pritet të vijojë me rreshje të herpasershme edhe në ditët në vijim. Furnizimi me ujë të pijshëm në qytet dhe njësitë administrative bëhet sipas orareve të përcaktuar nga detyria rajonale e ujësjes kanalizimit të Kukës, ndërsa nuk raportohen defekte në rrjetet e ujësjesit apo kanalizimeve. Meteorologët parashikojnë që temperaturat të mbeten të ulta gjatë ditëve në vijim, ndërsa në zonat e larta malore mbi 100 metra mund të ketë rreshje bore.